Ajo e hodhi burrin në gjyq, duke akuzuar se kishte tentuar të helmonte fëmijët e tyre. Por kur hetuesit zbuluan të vërtetën, gjithçka u përmbys. Ishte ajo që kishte tentuar t'i helmonte dhe kishte ngritur gjithë këtë skenar për t'ia faturuar fajin të shoqit. Ora ishte pak pas mesnate kur policia mbërriti në shtëpinë e familjes Hoxha. Në obor dëgjoheshin zëra, të qara dhe hapa të nxituar. 2 fëmijët ishin dërguar me urgjencë në spital, ndërsa nëna e tyre, Elira, shëndronte pranë makinës së policisë duke përsëritur të njëjtën fjali. Ai tentoi t'i helmonte fëmijët e mi. Me gisht tregonte drejt bashkëshortit të saj, Arbenit. Arbeni ishte i tronditur. Nuk kuptonte çfarë po ndodhte. Unë nuk kam bërë asgjë. Ju lutem më dëgjoni. Përsëriste ai. Por në ato momente askush nuk duke i gatshëm ta besonte. Gjithçka kishte nisur rreth 1 orë më parë. Elira kishte telefonuar urgjencën duke thënë se fëmijët kishin filluar të ndieshin keq pasi kishin ngrëndar. Sipas saj, ajo kishte qenë në dhomën e gjumit kur kishte dëgjuar fëmijët duke u ankuar për dhimbje barku dhe marramendje. Kur kishte hyrë në kuzhinë, kishte parë 2 gota pranë tavolinës. Dhe sipas dëshmisë së saj, ajo kishte vënë re diçka që e kishte bërë të dyshonte menjëherë te burri. Arbeni kishte hedhur diçka në gotat e tyre, u kishte thënë policëve. Ishte një akuzë jashtëzakonisht e rëndë. Çifti prej vitesh kishte pasur probleme në martesë. Fëmijët kishin dëgjuar shpesh debate mes tyre, por askush nuk e kishte imagjinuar se situata mund të arrinte deri këtu. Arbeni u mor në pyetje. Ku ishit rreth orës 10? E pyeti oficeri. Në kuzhinë për disa minuta. Pastaj dola jashtë për të marrë diçka nga makina. A u dhe fëmijëve diçka për të pirë? Jo. A keni pasur konflikt me bashkëshorten? Arbeni heshti për disa sekonda. Kemi pasur probleme, por nuk do t'i bëja kur keq fëmijëve të mi. Ndërkohë, në spital, mjekët po përpiqeshin të përcaktonin shkakun e gjendjes së 2 fëmijëve. Fatmirësisht, gjendja e tyre nuk ishte kritike, por analizat e para ngritën një pikpyetje të madhe. Mjeku që po merrej me rastin i tha policisë se simptomat nuk përputheshin plotësisht me atë që kishte pretenduar nëna. Kjo nuk mjaftonte për të akuzuar askën, por hetuesit vendosën të kontrollonin shtëpinë. Në kuzhinë gjetën gotat që kishte përmendur Elira. Gjithashtu gjetën një shishe të vogël pranë lavamanit. Ajo u dërgua menjëherë për ekspertizë. Elira, ndërkohë, vazhdonte të këmbëngulte se burri i saj ishte përgjegjës. Ai më kishte kërcënuar më parë se do të më merrte fëmijët. Arbeni e mohoi. Nuk e kam kërcënuar kurrë. Ajo po përpiqet të më shkatërroj. Por kishte një detaj që policia nuk e dinte ende. 2 ditë para ngjarjes, Elira kishte bërë një kërkim në internet. Një kërkim që në pamje të parë duke i parëndësishëm. Por kur hetuesit morën pajisjet elektronike të familjes dhe filluan të kontrollonin të dhënat, ai kërkim do të merrte një rëndësi të jashtëzakonshme. Sepse ajo që ishte menduar si një histori ku një baba tentonte të helmonte fëmijët, po fillonte të dukej gjithnjë e më shumë si një skenar i përgatitur. Dhe pyetja që do të ndryshonte gjithë hetimin ishte: nëse Arbeni ishte vërtet autori, pse kishte lënë pas prova kaq të dukshme? Përgjigjja do të zbulohej vetëm pasi laboratori të analizonte përmbajtjen e shishes. Dhe rezultati i analizave do t'i trondiste edhe vetë hetuesit. Policia e hapi paketimin me kujdes. Brenda tij ndodhej një kuti e vogël, e hedhur në kosh bashkë me mbeturinat e kuzhinës. Ekspertët e morën menjëherë për analiza. Kur kontrolluan gjurmët, rezultati ishte tronditës. Në kuti u gjetën gjurmë që përputheshin me Elirën, por kjo ende nuk ishte prova përfundimtare. Ajo mund ta kishte prekur kutinë edhe më parë. Hetuesit kishin nevojë për diçka më të fortë, dhe ajo erdhi nga telefoni. Ekspertët rikuperuan disa kërkime që Elira kishte fshirë. Ajo kishte kërkuar jo vetëm për simptomat e helmimit, por edhe për mënyrën se si një substancë mund të zbulohej pas konsumimit. Në atë moment, hetuesit kuptuan se nuk kishin të bënin me një veprim të rastësishëm. Dikush kishte menduar për skenarin përpara se ai të ndodhte. Elira u thirr përsëri në polici. Këtë herë ajo nuk ishte më thjesht dëshmitare. Na tregoni të vërtetën, i tha oficeri. Çfarë ndodhi atë mbrëmje? Ju kam treguar gjithçka. Jo, na keni treguar vetëm atë që doni të besonim. Elira uli syt. Burri im është fajtor. Oficeri vendosi mbi tavolinë fotografitë e kutisë. Pastaj telefonin. Pastaj raportin e laboratorit. Atëherë pse gjithçka që kemi gjetur të çon tek ju? Për disa sekonda, dhoma mbeti në heshtje. Elira filloi të qante, por ende nuk pranoi. Ajo tha se po përpiqej vetëm të mbronte fëmijët. Hetuesit vazhduan ta pyesnin.
Dhe më në fund, pas orësh marrje në pyetje, historia e vërtet filloi të dilte. Elira kishte planifikuar gjithçka. Sipas hetimit, ajo kishte dashur të hakmerrej ndaj bashkëshortit, pas konflikteve të shumta mes tyre. Por qëllimi i saj nuk ishte vetëm ta ndante familjen. Ajo donte që Arbeni të përfundonte në burg. Prandaj kishte ndërtuar një histori ku ai dukej si autori. Ajo kishte manipuluar provat, kishte fshehur disa sende dhe më pas kishte telefonuar policin duke pretenduar se kishte zbuluar një tentativë për helmimin e fëmijëve. Por kishte bërë një gabim. Ajo kishte harruar se kamerat dhe pajisjet elektronike mund të tregonin një histori tjetër. Fëmijët u rikuperuan dhe fatmirësisht nuk pësuan pasoja të rënda. Arbeni, i cili për disa orë kishte qenë në hijen e një akuze të tmerrshme, më në fund u lirua nga dyshimet. Por dëmi psikologjik kishte qenë i madh. Ai kishte dëgjuar gruan e tij të akuzonte publikisht se kishte dashur të vriste fëmijët e vet. Dhe tani e dinte se gjithçka kishte qenë një gënjeshtër. Kur hetuesit e pyetën Elirën pse kishte bërë këtë, ajo dha një përgjigje që i la të gjithë pa fjalë. Doja që ai të humbiste gjithçka. Por ajo që nuk kishte parashikuar ishte se, duke tentuar të shkatëronte jetën e burrit, do të rrezikonte mbi të gjitha fëmijët e saj. Hetimi vazhdoi me prova të tjera dhe çështja kaloi në duart e prokurorisë. Arbeni u kthye te fëmijët, por familja nuk ishte më ajo që kishte qenë. Fëmijët tani duhej të jetonin me një të vërtet të dhimbshme. Akuzën që kishin dëgjuar kundër babait të tyre kishte ardhur nga vetë nëna. Dhe kjo histori tregoi edhe një herë se një akuzë e rënd nuk është domosdoshmërisht e vërteta. Ndonjëherë pas historisë që duket më e qartë, fshihet një skenar i ndërtuar me kujdes. Në këtë rast, një baba u paraqit si përbindësh. Por kur provat folen, gjithçka u përmbys. Sepse personi që tregonte me gisht fajtorin ishte pikërisht personi që kishte ndërtuar gjithë skenarin. Muajt kaluan dhe çështja e familjes Hoxha u bë një nga rastet më të dhimbshme që kishin kaluar nëpër sallën e gjyqit. Atë ditë, Arbeni dhe Elira u përballën sërish me njëri tjetrin. Por kësaj here gjithçka kishte ndryshuar. Në fillim, Arbeni kishte hyrë në atë sallë si një njeri i akuzuar për një krim të tmerrshëm. Tani, provat e mbledhura gjatë hetimit kishin rrëzuar versionin e ngritur kundër tij. Kërkimet në telefon, pamjet e kamerave, analizat laboratorike, dëshmit, çdo pjesë e mozaikut kishte çuar drejt së njëjtës të vërtetë. Akuza ndaj Arbenit ishte ndërtuar mbi një skenar të rrem. Kur gjykatësi lexoi përfundimin, në sallë ra heshtje. Arbeni mbylli syt për disa çaste. Nuk ndihej fitues. Si mund të ndihej fitues një baba që kishte kaluar ditët më të tmerrshme të jetës së tij, duke menduar se mund t'i hiqeshin fëmijët? Ai u kthye nga vendi ku ndodheshin fëmijët. Ata ishin arsyeja e vetme pse kishte luftuar për të vërtetën. Elira qëndronte me kokën ulur. Për herë të parë, nuk kishte më një histori tjetër për të treguar. Provat kishin folur. Dhe e vërteta kishte dalë në dritë. Por pasoja më e madhe nuk ishte vetëm ajo që ndodhi në gjykatë. Ishte ajo që kishte mbetur pas. Një familje e shkatëruar. 2 fëmijë që kishin kaluar një përvojë që nuk duhej ta përjetonte kurrë asnjë fëmijë. Dhe një baba që do të mbante gjithmonë mend momentin kur policia i vuri prangat, ndërsa gruaja e tij bërtiste se ai kishte tentuar të helmonte fëmijët. Më vonë, njëri prej fëmijëve e pyeti: "Babi, pse mami tha që ti na bëre keq?" Arbeni heshti. Nuk dinte çfarë t'i thoshte. Ai nuk donte që fëmijët të rriteshin duke u rryer nënën e tyre. Por as nuk mund t'u mësonte të jetonin me një gënjeshtër. Ai i përqafoi dhe u tha: "Ndonjëherë njerëzit bëjnë gabime të mëdha. Por e vërteta duhet të dalë gjithmonë." Dhe kjo ishte e vetmja përgjigje që mund t'u jepte. Sepse hakmarrja kishte shkatëruar gjithçka. Elira kishte dashur të shkatëronte burrin. Ti merrte fëmijët. Ti ja prishte jetën. Të gjithë të besonin se ai ishte një përbindësh. Por në fund ajo nuk e kishte parashikuar një gjë. E vërteta mund të vonoj, por provat nuk harrojnë. Një mesazh, një kamerë, një kërkim i fshirë, një detaj i vogël, mjaftuan që skenari të shembej. Arbeni doli nga gjykata pa folur me gazetarët. Ai mbajti fëmijët pranë vetes dhe u largua. Pas tij mbeti një histori që askush në atë familje nuk do ta harronte kurrë. Një grua kishte akuzuar burrin e saj për tentativën më të rëndë që mund të imagjinohet ndaj një prindi. Por e vërteta doli në dritë. Nuk ishte ai që kishte tentuar t'i dëmtonte fëmijët. Ishte pikërisht ajo që kishte ngritur akuzën. Dhe në fund, ajo që kishte filluar si një plan për të shkatëruar jetën e tij, përfundoi duke zbuluar fytyrën e vërtet të personit që kishte trilluar gjithë skenarin. Sepse mund të mashtrosh njerëzit për një moment, por nuk mund t'i fshesh për gjithmonë provat.